sepse nuk është e lehtë kjo me shku veshirë dhe sot me xhiru te jo. Jo ashtu. Nuk bëhet. Nas mundëm jashtu Jo, me na bo. jo. Nashta Gjenzia që e përmeni Shëndriti Gjenzia është mohabet tjetër. po na jo. S'ka me pas qarë dhe Gjenzia. Se lodhet, kur del pa i papregaditun. Gjenzia nuk shkon në për fshatra heq Mustaninë. Jo Po shkon për ku do që të shkon? Ku do që të shkon Shëndrit? Hajdini me musat, me hyp, me hangër clinë, podrit tonë. Po, qëre, edhe ma jep veç edhe 1 minutë se ku këna mush pak me folë. Për që qështje, une respektoj çdo prodhim televiziv. Nëse së më pëlqen, une ndroj kanalin. Nuk thom që shka boni, ose me komentu. Du me më mësu dhe nga si popull, ku s'pëlqen diçka bën scroll. Mos fol gjithë shka t'bjen men se edhe pja merë ftyrën vetës, edhe familjes, edhe po kryon, masi po të lidhen një 4-5 veta mrapa, jo po shonë, s'jena i popull. Nuk jena na qëta, jena shumë ma të mirë, ata është merët, me argumente po flasë. Jena shumë ma të mirë. Po ideja është që na po shkojmë, kemi një qasje tjetër. Neve s'po na intereson shumë në pikat shkurta e marim historinë e fshatit. Në diçka që ja orientar për skenar. Për shembull që e kena bo Korishën, tash e kemi bo dhe Korishën. Korisha është një margaritar. Origjina se na të Prizrenit, a ki po shkojmë vetëm në Shec, në Vërmica aty këtu edhe 2-3 restorane që i kena te Marashi që aty. A i Prizrenit ja? Po. Ja që së të dhonë jam i Prizrenit, edhe agroni. Ama unë nuk që vesh në qytetin